Të nderuar qytetarë, pensionistët janë kategoria sociale më e diskriminuar, më e përjashtuar dhe më e varfër e shoqërisë. Qeveria e Edi Ramës, e cila për 12 vite vetëm u mori voton, por nuk u rriti kurrë pensionet, pret edhe në këtë 11 maj që ata ta votojnë. Në gjithë vendin janë 791.000 pensionistë që shkojnë në kutinë e votimit me lista borxhesh në dyqanet ushqimore, me pamundësinë për të bler ilaçet, për të kuruar smundjet e tyre, me frikën a do t'ja dalin të paguajnë faturën e energjisë në fund të muajit dhe me syt nga paratë që u dërgojnë fëmijët për të mbyllur muajin. Në 12 vite, qeveria e Edi Ramës nuk e mori mundimin t'u lehtësoj jetën duke u rritur shpërblimin për kontributin e një jete të tërë. Jo vetëm që nuk u rriti pensionet, por nuk u garantoi as shërbime për t'u bërë më të lehtë përballjen me sfidat e moshës. Skenat e pensionistëve që rrinë në radhë me orë të tëra për abonet, për barnat parafarmacive apo për bonuset qesharake i kemi parë shpesh e do vazhdojmë t'i shohim. Për qeverinë e Edi Ramës, një bonus për 100 euro një herë në 4 vjet, sa herë ati i duhen votat, është jo vetëm tallje, por është dhe një përçmim i turpshëm për këtë kategori. Pensionistët shqiptar janë më të varfrit në rajon me një pension mesatar 160 euro, ndërsa në Kosovë pensionistët marrin 340 euro, në Malin e Zi pensionistët marrin 450 euro, në Maqedoninë e Veriut 325 euro dhe në Serbi vetëm 390 euro. Këta njerëz që kanë ndërtuar Shqipërinë me djersën dhe gjakun e tyre e meritojnë mirënjohjen më të madhe të saj. Ky vend që po zbrazet për ditë nga të rinjt, nga fëmijët e tyre, ka detyrimin t'u thotë faleminderit për një jetë të tërë në shërbim të tij dhe këtë duhet ta bëjë jo përmes bonuseve qesharake një herë në 4 vjet, por përmes një planit të mirë menduar për mbështetje reale. Ndaj Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka një plan dhe do të bëjë realitet në vetëm 100 ditët e para të qeverisjes. Ne do të vendosim minimumin jetik prej 200 eurosh për çdo shqiptar, ndaj çdo pensionist me pension të plot ose të pjesshëm, më të ulët se 200 euro në muaj, çdo i papun ose person me ndihmë ekonomike, çdo student me bursë dhe çdo jetim do të marrë 200 euro në muaj. Gjithashtu pensionet do të rriten me 20%. Çdo pensionist qytetar me minimumin jetik apo rrogë minimale 500 euro do të pajiset gjithashtu me kartën e konsumatorit, me cilën do të përfitojë kthimin e TVSH-s që paguan për blerjet e ushqimeve bazë, energjisë elektrike, ujë dhe ilaçet, duke përfituar rreth 450 euro në vit. Gjithashtu, për personat me aftësi të kufizuara që ka nevojë, do të paguhet kujdestari dhe sigurimet e tij, si dhe do të garantohen nga shteti të gjitha mjetet sanitare dhe ndihmëse që u nevojiten. Çmimi i energjisë elektrike do të ulet në 7 lekë për kilovat. Gjithashtu çmimi i naftës do të ulet me 35 deri 40% sa niveli i rajonit. Gjithashtu do të falen të gjitha gjobat për energjinë elektrike dhe ujin e pishëm për pensionistët. Ndaj më 11 maj, pensionistët do të zgjedhin një Shqipëri që u njeh sakrificat dhe u shpërblen punën e një jete. Faleminderit.